Le të ndalemi pak te një pyetje themelore, cili duhet jetë roli i parave dhe tregjeve në shoqëritë tona, sepse siç do ta shohim së bashku, lista e gjërave që parat nuk mund t'i blejnë, duket se po bëhet gjithnjë dhe më e shkurtër. Për shembull, imagjinoni të dënoheni me burg në Santa Barbara. Nëse kushtet standarde nuk ju pëlqejnë dhe keni ca para mënjan, për vetëm $90 nata mund të blini një përmirësim të qelize. Po, e dëgjuat mirë, ky nuk është një skenar filmi, është një shërbim real që ofrohet atje. Ose, le të themi, doni të ndiqni një seancë të rëndësishme në Kongresin Amerikan, por radha e gjatë ju tmeron. E po, ka një zgjidhje edhe për këtë. Ekzistojnë kompani që mund t'i paguani për të punësuar dikë, shpesh njerëz të pastre, që të presin gjithë natën në radhë për ju. Pra, thjesht blini aksesin tuaj, ndërsa dikush tjetër kalon të ftohtin. Dhe kjo logjike tregut shkon edhe më larg, deri në fushë betejë. Gjatë luftrave në Irak dhe Afganistan, në një moment të caktuar, në teren kishte më shumë kontraktor ushtarak privat sesa ushtar të rregullt të ushtrisë amerikane. Në thelb, lufta po privatizohet, po kthehet në një shërbim që blihet dhe shitet. Tani, këta shembuj, nga qelit e burgut tek fushat e luftës, nuk janë thjesht kuriozitetet e izoluara. Ato janë simptoma të një transformimi shumë më të thellë, një revolucioni të heshtur që ka ndodhur gjatë 3 dekadave të fundit. Filozofi Michael Sandel argumenton se ne, pothuajse pa e vënë re, kemi kaluar nga të pasurit e një ekonomie tregu në të qenit një shoqëri tregu. Dhe ky dallim është absolutisht thelbësor. Shikoni, një ekonomi tregu është thjesht një mjet, një vegël jashtëzakonshme, padyshim, për të organizuar prodhimin. Por një shoqëri tregu është diçka krejt tjetër. Është një mënyrë jetese, ku logjika e tregut depërton kudo, ku pothuajse gjithçka, nga shëndeti tek arsimi, nga marrëdhëniet shoqërore tek drejtësia, ka një çmim. E pikërisht këtu qëndron rreziku, sipas Sandel. Ai thotë se tregjet nuk janë neutrale, ato nuk janë thjesht mekanizma pasiv. Ato mbartin vlera me vete dhe mund ta ndryshojnë vetë natyrën e të mirave që prekin. Pra, pyetja e madhe që duhet të shtrojmë është: a duhet të na shqetësojë kjo gjë? Le ta bëjmë këtë debat pak më konkret. Për shembull, çfarë mendimi do të kishit po t'ju thoshin se duhen paguar fëmijët për të marrë nota të mira? Kjo nuk është një pyetje hipotetike. Në shumë shkolla në Shtetet e Bashkuara po eksperimentohet me stimuj të tillë financiar, sidomos për nxënësit nga familje në vështirësi. Argumenti kryesor kundër kësaj praktike është pikërisht ky që shohim. Kritika thon se pagesa për nota e korrupton dashurinë e pastër për të mësuar. Ajo e kthe një pasion në një transaksion të ftohtë. Fëmia nuk mëson më sepse është kurioz, por sepse në fund të muajit e pret një shpërblim, dhe kjo e vret motivimin e brendshëm, atë motor të vërtet të dijes. Nga ana tjetër, mbrojtësit e kësaj ideje kanë një kundër argument shumë pragmatik. Ata thonë se për fëmijët që vinë nga mjedise ku arsimi nuk vlerësohet, idealizmi nuk mjafton. Paraja mund të jetë ajo shtysa fillestare, shkëndija, që u duhet për të nisur motorin e mësimit. Pse të mos përdorim çdo mjet për të dhënë një mundësi konkrete? E po, çfarë treguan eksperimentet reale? Rezultatet ishin interesante, le të themi. Pagesa për nota nuk çoi në ndonjë përmirësim të jashtëzakonshëm. Megjithatë, një eksperiment tjetër në Dallas zbuloi diçka tjetër. Fëmijëve 8 vjeçar që ju ofruan $2 për çdo libër që lexonin, lexuan dukshëm më shumë. Por, kishte një kleçke. Ata filluan të zgjidhnin libra shumë më të shkurtër. Dhe kjo na çon në një ide vërtet paradoksale. Ndonjëherë, kur fut parat në një ekuacion, në vend që ta inkurajosh një sjellje të caktuar, ti e shuan atë. Është sikur paraja ti dëboj nga dhoma motivet më të larta, si detyra qytetare apo altruizmi. Ekonomistët e kanë një emër për këtë, efekti crowding out, ose efekti i nxjerrjes jashtëloje. Por sa i fuqishëm është ky efekt? Le të shohim se çfarë ndodh kur një çështje e rëndësishme përgjegjësisë qytetare kthehet papritur në një transaksion financiar. Një studim befasues nga Zvicra na jep një përgjigje vërtet rënditëse. Ja historia. Në një qytet të vogël, zviceran, banorët u pyetën nëse do të pranonin ndërtimin e një implanti për mbetjet bërthamore në komunitetin e tyre. Çuditërisht, plot 51% thanë po, të motivuar nga ndjenja e përgjegjësisë qytetare për vendin. Por më pas studiuesit bën diçka tjetër. Ata u ofruan të njëjtëve banorë një kompensim vjetor financiar për ta pranuar. Dhe rezultati? Pranueshmëria ra në mënyrë drastike.
në vetëm 25%. Po pse kjo rënje kaq e madhe? Arsyeja ishte thjesht dhe e thellë. Ata nuk donin të bliheshin. Oferta e parave e transformoi plotësisht pyetjen. Ajo që ishte një sakrificë për të mirën e përbashkët, u bë një marrëveshje e ftohtë financiare, dhe ata nuk ishin të gatshëm të shisnin sigurinë e komunitetit të tyre për para. Paraja thjesht e dëboi plotësisht ndjenjen e detyrës. Dhe mos mendoni se ky është një rast i izoluar. Në Izrael u bë një eksperiment me nxënës shkolle që mblidhnin donacione bamirësie. Një grupi nuk ju ofrua asgjë, ndërsa grupi tjetër i ofrua një komision i vogël prej 1%. Rezultati, grupi që punoi vullnetarisht, pas një komision, mblodhi 55% më shumë para. Përsëri, paraja e ktheu një akt fisnik në një punë të keq paguar, duke e shuar altruizmin. Ky efekt dëbimi nuk ndikon vetëm tek vendimet tona individuale. Ai ka një pasojë shumë më të gjerë sociale, të cilën Sandele quan në mënyrë brillante skyboxification, ose, le ta përkthejmë lirisht, shtresëzimi në lozha VIP. Kjo është një metaforë e fuqishme për mënyrën se si marketizimi i çdo gjëje po gëryen komunitetin dhe përvojën tonë të përbashkët. Siç e thot vetë Sandel, kur gjithçka mund të blihet, ata me pasuri dhe ata pa të, fillojnë të jetojnë në botë krejtësisht të ndara. Shkollat, parqet, lagjet, spitalet, gjithçka fillon të ndahet në versionin standard dhe versionin premium, versionin për të gjithë dhe versionin për ata që mund të paguajnë. Merrni për shembull diçka aq të thjeshtë sa një ndeshje bejsbolli. Dikur ishte një përvojë thellësisht demokratike. Drejtori i kompanisë dhe punonjësi i postës mund të uleshin pranë njëri tjetrit, duke bërtitur për të njëjtën skuadër. Sot, të pasurit janë të izoluar në lozha luksoze me shërbim privat, plotësisht të ndarë nga turma. Siç thot një komentator, kur bie shi në stadium, jo të gjithë lagen më. Dhe pse ka kaq shumë rëndësi kjo? Sepse kjo ndarje ka një kosto të madhe për shoqërinë. Demokracia nuk kërkon barazi të përsosur financiare, por ajo vdes pa hapësira të përbashkëta, ku njerëz nga të gjitha sferat e jetës takohen dhe përplasen. Si mund të mësojmë të jetojmë së bashku dhe të kujdesemi për të mirën e përgjithshme, nëse nuk ndajmë asgjë të përbashkët? Pra, ja ku arritëm. Kur tregu zgjerohet në sfera të jetës që tradicionalisht nuk i përkasin, ai mund të dëbojë vlera të rëndësishme morale dhe të gëryejë lidhjet komunitare. Prandaj, në fund të ditës, debati për kufijtë e tregut nuk është thjesht një çështje ekonomike. Është një pyetje thellësisht morale dhe qytetare. Si duam të jetojmë së bashku? Dhe kjo na lë me këtë zgjedhje thelbësore përpara. A duam vërtet një shoqëri ku çdo gjë ka një çmin, ku gjithçka është në shitje, apo besojmë se ka disa gjëra të shenjta, virtyte morale dhe të mira qytetare, që tregjet nuk duhet t'i prekin dhe që parat, thjesht dhe prerë, nuk mund t'i blejnë?